Ky është orari më i mirë për të fjetur në darkë dhe ka një arsye të fortë pse duhet ta respektoni. E dini që ka një lidhje mes orarit të gjumit dhe shëndetit të zemrës. Sipas një studimi me 88.000 vullnetar, për një shëndet më të mirë të zemrës, orari optimal i gjumit është ndërmjet orës 22 dhe 23 të mbrëmjes. Ekipi që qëndron pas punës është MB Biobank beson se sinkronizimi i gjumit në përputhje me orën e brendshme të trupit mund të shpjegojë lidhjen e gjetur me një rrezik të reduktuar të sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Ritmi natyral i 24 orëve të trupit është i rëndësishëm për mirëqenien dhe vigjilencën. Mund të ndikojë gjithashtu në gjëndra të tilla si presioni i gjakut. Por studimi i cili është botuar në Gazetën Evropiane të Zemrës, studiuesit mblodhen të dhënat për kohën e gjumit dhe zgjimit gjatë 7 ditëve, duke përdorur një pajisje të ngjashme me 1 orë dore të mbajtur nga vullnetarët. Ata ndoqën edhe dietën e duhur. Ekspertët cilësuan se gjumi midis orës 22 dhe 23 është më i miri.